7 vite më përpara ti e humbe Europianin dhe ndoshta kombëtarja është pak në borxh me ty këtë radhë. Tani që jemi shumë afër kualifikimit Europian, ke një ndjesi të veçantë që ky rasti të mos humbet, domethënë ndeshja nesër është një mundësi shumë e mirë për t'u ofruar dhe për ty personalisht që të shkosh një herë në Europian me Shqipërinë? Ke një ndjesi të veçantë për këtë situatë? Ndjesi të veçantë, të them po edhe atëherë kam qenë në kualifikime, pastaj nuk kam shku në, kështu që nuk e di për atë punë të shohim në vazhdimsi, po besoj është ndeshje e vështirë, kështu që kemi 3 ndeshje të vështira dhe besoj janë gjithë vendimtare, pastaj të kualifikohemi do të japim maksimumin dhe besoj jo vetëm tek janë ndeshje, po janë edhe 2 tjera që pastaj vinë, kështu që rrugë për rrugë shirim ekip për ekip dhe besoj inshallah ja dalë, kështu që Buran Beluli prej televizionit Spektri Bujanoc. Me qenë se berat po presim shumë prej teje, nëse ndodhë që sonte të sigurojmë kualifikimin, mund t'i premtosh fëmijëve në Bujanoc, Preshevë, Lugin Preshevës, ndonjë premtim që do të vish atje për të festuar? Do vi sigurisht edhe në qoftë se është e kundërta, sepse kam akoma gjyshin, kështu që vi me gjithë qef atje me vizitu njerëz të mi, familjen time, dhe herët e fundi kam pas pak ma shumë kohë, kështu që me të mija kur bosh pak me familje vetë s'keja shohë, po besoj që do vi rallë, do vi. Dobrý večer. Česká televize se nám může přeložit jednu otázku. Lorenz asi mluvil hodně o tom, že chybí Ismaili v obraně, tak jak se mu bude hrát bez obvyklého parťáka a jaká euforie teď příští z celého týmu, protože Albánie je hodně blízko historickému postupu. Ty do të mungoj nesër në krah Ismaili, sa do të ndjesh mungesën e tij edhe si e vlerëson momentin në cilën ndodhet Shqipëria, cila është shumë një moment i veçantë, shumë afër Europianit. Kthej përgjigje anglisht apo shqip? Shqip. Siç e thash edhe më herët, besoj që mungesa do jetë e madhe, po siç e thash edhe më herët, i besojmë çdo lojtar, besoj trajneri merr vendimin e duhur për këtë gjë. Musím se opakovat, jak jsem řekl, bude chybět hodně a to záleží na trenérovi, aby se rozhodoval správně. Për sa i përket afrimit për Evropian, besoj që sigurisht është një moment i Co se týče situací, ve kterým momentálně jsme, je to jo vetëm nesër vendimtare, jeden z nejlepších momentů, ve kterým jsme a zítra bych to nenazýval jako nejdůležitější a každý zápas je pro nás důležitý. Hezký večer, Luděk Zelenka, Česká televize a spolupracovník Mladé fronty. Já jsem se chtěl zeptat, jestli trenér Šilhavý, trenér českého týmu, má velký respekt z té atmosféry, která zítra se tady dá očekávat, tak jestli... Respekt të madh për atmosferën e cila pritet të jetë nesër. Jestli to bude vysloveně výhoda albánského týmu, nebo jestli to může být i kontraproduktivní a může ten tlak být příliš velký na to, aby to ty hráči unesli. Mendoni që do të jetë në favorin tuaj apo do të jetë në disfavor kjo lloj atmosfere dhe në favor të ekipit çek, kjo atmosfere e nesërme? Për atmosferën besoj që ndoshta vetë trajneri nesër mas lojës mund të flasi vetë siç ishte atmosfera në stadium, besoj që duhet ta pritet që të jetë zjarr siç është një popullin shqiptar dhe besoj është një shtesë për ne dhe Co se týče zítřejší atmosféry, bude hodně zajímavá. Zeptejte si trenéra zítra po zápase. Jak já znám, albánský národ bude zítra vynikající. Mirë, kjo ishte pyetja e fundit për Xhimin, cilën do ta lëm tani të lirë të bashkohet me ekipin. Ne do të vazhdojmë me